بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وتوفيقا يا رب العالمين. Me emrin e Allahut të falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, të cilin do që Allahu udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta devijojë. E kushdo që devijon nga e drejta nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, e mbi çdo besimtar që e pason rrugën e Tij deri në ditën e fundit. O Allah, Ty të lutemi të na japësh dije të dobishme, dije që na afron tek Ti, e na jep sukses dhe udhëzim e devotshmëri. Amin. Vazhdojmë me akiden Qayrawaniye për mbledhjen e Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani në fjalën e tij ku thot: "Wa inna Allah subhanahu qad khalaqa al-jannata fa a'addaha dar khulud li awliyaihi wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhihi al-karim wa hiya allati ahbata minha Adam nabiyyahu wa khalifatahu ila ardihi بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته." Thot Allah mëshiroft se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar xhenetin dhe ka bërë atë vendbanimin e përjetshëm për euliat e Tij, për të afërmit e Tij, të dashurit e Tij, dhe i ka nderuar ato me shikimin e fytyrës së Tij krenare. Në mësimin e 7 e kemi përmend faktikisht, më ishte fiksuar që autori Allahu mëshiroft nuk e përmend çështjen e shikimit të Allahu subhanahu wa taala, mirë po siç e shikojmë e përmend në këtë pjesë të fjalës tij, kështu që pjesën e shikimit të fytyrës së Allahut subhanahu wa taala nuk do t'i rikthehemi edhe një herë, pasi e kemi shpjeguar në mësimin e 7. Dhe vazhdon thot: "Dhe xheneti pra është ai i cili Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur, e ka nxjerr prej saj Ademin, pejgamberin e Tij dhe mëkëmsin e Tij në tokë, duke qenë kjo në dijen e Tij subhanahu wa taala, dhe ka krijuar zjarrin dhe ka bërë vendbanim të përjetshëm për ata të cilët e mohojnë Allahun dhe mohojnë, kundërshtojnë pra ajetet e Tij, librat e Tij, të dërguarit e Tij, dhe i ka bërë ato, pra jo besimtarët, ja ka penguar atyre shikimin e Tij subhanahu wa taala." Në çështjen e shikimit të Allahut vetëm këtë do përmendim, fakti se Allahu subhanahu wa taala tregon se jo besimtarëve ja ka ndaluar shikimin në fytyrën e Tij krenare, atëherë ky dënim tregon se shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala është një shpërblim që kanë për të arritur banorët e xhenetit. Madje shpërblimi më i madh është pikërisht shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Çështjet që do trajtojmë në këtë fjalë të autorit janë disa. E para është se xheneti dhe zjarri janë krijesa për krijesave të Allahut, të cilat janë të krijuara, aleikum selam tullah, dhe ndodhen në këtë moment.
Pra ato gjenden, janë ekzistente. Prej ajeteve, prej argumenteve që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë xhenetin për besimtarët, thot: "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawzu al-'azim." Ata, thot Allahu, ata të parët, pra të cilët kanë paraprirë në besim prej muhaxhirëve dhe ansarëve, dhe ata të cilët i pasuan ato në të mirë, Allahu është i kënaqur prej tyre dhe ato dhe ka përgatitur për to, dhe ato janë kënaqur me Allahun dhe Allahu ka përgatitur për to xhenete të cilat në të rrjedhin lumej, dhe atje do të jenë përgjithmonë. E ky është shpëtimi, ose kjo është fitoria e madhe, thot Allahu Azza wa Jall. Ndërsa nga ajetet që tregojnë se Allahu e ka bërë zjarrin për armiqtë e tij, thot: "Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin." Ruajini prej zjarrit i cili është përgatitur për kufarët, për jo besimtarët. Për argumenteve të sunetit tregojnë se xheneti dhe xhehenemi janë ekzistente në këto moment. Pra janë ekzistente. Është hadithi i Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma për namazin e eklipsit. Për namazin e eklipsit, kur tregon formën e namazit të eklipsit të profetit sallallahu alaihi wasallam, se si u fal gjatë, bëri rukut gjatë, bëri sejdë gjatë e kështu me radhë. Në atë hadith i thonë mbas namazit, pra, o i dërguari i Allahut, të pam që gjatë namazit ti zgjate dorën të kapësh diçka. Pra, kur ishe në këmbë, zgjate dorën të kapësh diçka. Pastaj të pam që u smbrapse. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inni ra'aytu al-janna fatanawaltu 'unqudan law asabtum la akaltum minhu ma baqiyat ad-dunya." Pra, un pash xhenetin, mos faq xheneti, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe doja të kapja një fjala unqud, si vesh rushi, po themi. Doja të kapja prej saj, pra prej frutave të xhenetit. Nëse do ta kisha marr, kishit për të ngrënë prej saj për aq kohë sa të vazhdonte kjo dynja. Dhe pastaj thot pash zjarrin, por aitu nara, falam ara manzaran kal yawm qattu afdha wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa. Pastaj pash zjarrin, thot, dhe nuk pash sot pamje më të keqe, më të frikshme, më të thënë po themi që pra gjë e frikshme. Edhe pash që shumica e banorëve të xhenetit, të zjarrit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ishin gratë. Pra pyetet pastaj për shkakun dhe tregon një nga mangësitë që gratë, domethënë, shpesh e kanë. Po nuk është momenti të dalemi te kjo. Ama hadithi tregon pra se profeti sallallahu alaihi wasallam e pa xhenetin dhe e pa dhe xhehenemin. Pra që ato janë ekzistent në këtë moment. Ka ardhur një lloj fjale prej disa mu'tezilëve, pra një fjale e kotë që e kundërshton vërtetën, që thonë se xheneti dhe xhehenemi do të krijohen ditën e ringjalljes, sepse ekzistenca e xhenetit dhe xhehenemit tani thonë është diçka kotë. E duke dashur t'ja heqin Allahut subhanahu wa taala të kotën, thonë që atëherë nuk mund të jetë xheneti e xhehenemi, se i bie që ekzistenca e tyre tani të jetë kotë, pasi nuk do të dënohet njeri tani, apo nuk do të marri, domethënë, prej kënaqësive të xhenetit njeri tani. Atëherë pse duhet të jetë, domethënë, kush është urtësia pra
pra sipas tyre nuk ka urtësi që të jetë xheneti dhe xhenemi. Mirpo, ky lloj interpretimi nuk ka dyshim që është i kot për disa arsye. E para, argumentet që përmendëm, domethënë, tregojnë, po edhe argumentet tjera tregojnë që xheneti dhe xhenemi janë eksistent tani në këtë moment. E dyta, në faktin se xheneti dhe xhenemi ekzistojnë, kjo ka nxitje. Kjo ka nxitje për njeriu që të veprojë mirë e që të largohet këqijave, domethënë nxitje dhe po themi friksim. E treta, ka ardhur në argumentet e Kuranit dhe Sunetit se do të ketë prej njerëzve që do të marrin, do të përfitojnë prej mirësive të xhenetit ose prej atyre që do të dënohen me xhenem, edhe, domethënë, edhe para se të ringjallen. Pra, do të ketë, do i përmendim, ka hadithe që tregojnë që njerëzit pra marrin dhe përfitojnë prej mirësive të xhenetit, gjithashtu dënohen me zjarr edhe para se të bëhet dita e ringjalljes, edhe para se të merren llogari dhe të futen në xhenet ose në xhenem. Ajo prej haditheve, prej gjërave që tregojnë se personi zullumçari mund do të dënohet apo do të dëmtohet me dënimin e zjarrit para ditës Kiametit, fjala e Allahut: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu udkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab." Ato do të qëndrojnë apo do të jenë para zjarrit apo atyre do të shfaqet zjarri në mëngjes dhe në mbrëmje. Edhe ditën që do të bëhet pra sa'at pra Kiameti, edkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Hidheni apo futeni Firaonin dhe pasuesit e tij në dënim më të dhëmshëm. Kështu që ky ajet tregon se ato do të dënohen me zjarr edhe në varret e tyre. Edhe në moment që do bëhet ringjallja, atëherë do të hidhen dhe do të shohen në një dënim më të dhëmshëm. Ndërsa për xhenetin kanë ardhur hadithet se shpirtrat e dëshmorëve janë në trupat e zogjve, të cilët këto zogjë janë ngjyrë jeshile, edhe ato kanë disa drita që janë ndodhen në arshin e Allahut, hecin nëpër xhenet, fluturojnë nëpër xhenet pra, aty ku duan, e më pas kthehen te këto drita dhe qëndrojnë aty. Këta hadithe transmeton, domethënë, është prej Abdullah ibn Mas'udit, po gjithashtu edhe prej Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik, nga babai i tij, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innama nismatul mu'mini ta'irun ya'luqu fi shajarati al-jannati hatta yarji'uhu Allahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'athuhu." Thot, me të vërtetë thot, shpirtrat e besimtarëve janë zogj të cilët do të ushqehen prej pemëve të xhenetit, derisa Allahu subhanahu wa taala t'i kthej në shpirtrat e tyre, pra ditën që do të ringjallë. Pra ky hadith, shpirtrat e besimtarët nuk ka për qëllim dëshmorët, se shpjegohet në hadithe tjera që qëllimi është për shpirtrat e dëshmorëve, të cilët Allahu subhanahu wa taala ka për t'i vendosur në trupat e zogjve, të cilët to zogjë do të fluturojnë ku të duan në xhenet, do të ushqehen prej pemëve të xhenetit. Thot Imam Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, në tefsirin e tij për fjalën e Allahut azza wa jall: "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dhe mos mendoni se ata të cilët vdishën në rrugt e Allahut, pra u vranë në rrugt e Allahut, janë të vdekur. Ato thot janë të gjallë, thot, janë tek Zoti i tyre dhe po furnizohen. Për këtë ajet Ibn Kathiri thot, na është transmetuar në Musnedin e Imam Ahmedit hadith i cili në të ka përgëzim se çdo besimtar, pra çdo dëshmor ka për qëllim këtu, se shpirti i tij do të ndodhet në xhenet, do të fluturojë edhe do të ushqehet prej pemëve të xhenetit,
pra do të ushqehet prej pemëve të xhenetit, edhe ka për të parë nga ndriçimi dhe nga lumturia e xhenetit dhe do të shikojë nga ajo që Allahu ka përgatit në të prej mirësive. Ndërsa në hadithin e El-Berra ibn Azib, është një hadith i gjatë që tregon që kur njeriu vdes, në moment që varroset, pra kur këshillon, kur këshillon të tjerët që janë për personin i cili ka vdekur dhe po varroset, thot, pra gjendja e njeriut kur futet në varr, kur t'i vinë me lajket, kur ta marrin, kur t'i bëjnë provimin, tregon një pjesë pra për besimtarin dhe tregon një pjesë për jo besimtarin. Për besimtarin thot: fa afrishuhu min al-janna wa albisuhu min al-janna waftahu lahu baban ila al-janna. Thot, atë shtrojini, pra shtroja prej xhenetit dhe visheni me rroba prej xhenetit dhe hapeni atij një derë për në xhenet. Dhe thot, i vin atij pra shikon prej xhenetit bukuritë e saj dhe aromën e xhenetit. Dhe i hapet atij varri aq sa arrin shikimi i tij. Ndërsa për jo besimtarin thot, shtrojeni atë me shtroj, pra krevat po themi, prej zjarrit. Dhe vishin e tij rrobat prej zjarrit dhe hapeni atij derë për të zjarri dhe do t'i vi atij tmerri dhe nxehtësia dhe përvëlimi i zjarrit dhe do të ngushtohet varri i tij derisa t'i bashkohen brinjët. Allahu na ruaj. Pra këto tregojnë se xheneti dhe xhehenemi ndodhen, janë, pra do t'i hapen dyer personave që janë varr dhe kanë për ta parë. Dhe hadithet që tregojnë për kërkimin e mbrojtjes nga dënimi i varrit janë shumëta. Dhe këto hadithe pra tregojnë se besimtari do të marri, do të shpërblehet në varrin e tij, sikurse jo besimtari do të dënohet në varrin e tij. Dhe ky shpërblim apo kjo mirësi që ka për t'i ardhur do të ndodhi edhe në shpirt edhe në trup. Ndërsa ky dënim që i vjen jo besimtarit do të ndodhi edhe në shpirt edhe në trup. Ndonë se ne nuk e shikojmë. Atë që ndodh në trup, mirë po. Tu ke dënimin e varrit. Po. Dënimi i varrit. Dënimi i varrit është për besimtarin? Ka besimtarë që do të kalojnë, dikush lehtë, dikush, më thonë, por se vetë dënimi i varrit, vetë dënimi i varrit është fakti që do merren në provë. Do pyeten. E do vimë mbrapa edhe për llogaritjen, se si profeti sallallahu alaihi wasallam e tregon për domethënë si do jetë për besimtarët. Pra jo çdo person, domethënë, mund të ketë persone që mund të kenë prej gjunafeve, çfarë Allahu mund, prej dënimeve që Allahu ka për t'ja bashkangjit veprën personit. Sa më e mirë të jetë vepra, pra do ta shoqërojë njeriu. Sa më e mirë të jetë vepra, shoqëruesi aq më i mirë dhe aq pamje më të mirë ka për të pas. Sa më e dobët të jetë vepra apo sa më e keqe, ai shoqëruesi në varr, pra që është vepra, aq më të keqe ka për ta pas pamjen. Po në mjafton të dimë, domethënë se detajet mund të jenë shumë, po në mjafton të dimë se dënimi ndodh edhe në shpirt edhe në trup, sikurse edhe mirësitë ndodhin edhe në shpirt edhe në trup, pra po flasim për jetën e varrit. Çështja e dytë është se xheneti dhe xhehenemi do të jenë përgjithmonë. Pra edhe nuk vjen një moment që shterohen. Pra nuk shterohet asnjëherë shpërblimi dhe mirësia e xhenetit, sikurse nuk shterohet asnjëherë dënimi i xhehenemit.
Pra shpërblimi në xhenet vazhdon përjetësisht pas një ndalim, sikurse dënimi në xhenem vazhdon përjetësisht pas një ndalim, dhe nuk do të kenë, domethënë, asnjë mënyrë jo besimtarët të dalin prej xhenemit, sikurse besimtarët nuk do të dëshirojnë kurrë të dalin prej xhenetit. Nga argumentet që Allahu subhanahu wa taala tregon se ky shpërblim do të jetë i përjetshëm, është në surën Kahf, ku thot Allahu në ajetet e fundit: innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ata të cilët besuan dhe vepruan vepra të mira, xheneti Firdaus do të jetë vendbanimi i tyre, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Do të jenë përgjithmonë të, edhe nuk kanë për të dash ta ndryshojnë, nuk do dojnë të shkojnë diku tjetër. Ajetet janë shumë, por mjaftohemi me këtë. Ndërsa nga ajetet që flasin se zjarri do të jetë përgjithmonë, fjala e Allahut: "Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Pra ata që mohuan dhe i përgënjeshtruan ajetet tona, ato janë banorët e zjarrit, aty do të jenë përgjithmonë. Gjithashtu fjala e Allahut: "Wa ma hum bi kharijin min an-nar." Dhe ato nuk kanë për të dalë prej zjarrit. Këto tregojnë se xheneti e xhenemi vazhdojnë përjetësisht pa ndërprerje. Ndërsa përjetësia e xhenetit dhe xhenemit nuk bie në ndesh me faktin se Allahu është ai i cili nuk ka mbarim. Pa është i vetmi i cili nuk ka mbarim, sepse përjetësia e xhenetit dhe xhenemit është me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe me vullnetin e tij, ndërsa përjetësia e Allahut subhanahu wa taala është pjesë e tij, domethënë që nuk i ndahet, cilësia e tij, që nuk i ndahet. Është pjesë e esencës së tij që Allahu subhanahu wa taala është i përjetshëm. Çështja e tretë, ka ardhur diskutim për zbritjen e Ademit, thon prej xhenetit. Kush është ky xhenet që ka për qëllim, thon autori, për i cili xheneti? Një prej këtyre mendimeve është se Allahu, pikërisht fjala që thot autori Ibn Abi Zeid al-Qayrawani, pra që Allahu e ka nxjerr Ademin prej xhenetit. Edhe kjo faktikisht është fjala domethënë më e afërt dhe më e saktë. Fjalë tjetër është që xheneti është një vend i ngritur porse në tokë, ku Allah i ka dhënë mirësitë të mira të kështu me radhë. Kurse fjala e tretë është që nuk e interpretojnë, nuk thojnë as kjo as ajo. Ibn Qayyim ka përmend këto mendimet edhe argumentimin për çdo mendim, për argumentet atyre që kanë këtë mendim, mirë po në fund nuk është se ka bë ndonjë, po themi, nuk është se ka anuar tek ndonjë fjalë që të thotë kjo është e saktë apo kjo është më e saktë. Thjesht i ka sjell në librin e tij Hadil Arwah. Mirë po siç tham, fjala sipas kësaj që thot autori Ibn Abi Zeid al-Qayrawani duket që është prej fjalëve më të përafërta. Është më pak apo? Si thoni? 2 minuta. S'kam shumë. Okay. Allah shpëlbeft. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.